Prej Belgjike. Special për ju. Suksese të përbashkëta. Ju uroj për i bashkimin dhe ju lutem të mos ndodhë. Në shkollën time, së muaj shëndzënës dhe prender duke u thënë jam të mirë mësuese. Duke emigru, çfarë do të bëni për të parandaluar zbrozjen e Kosovës? Faleminderit shumë, ki plotësisht të drejtë. Nuk ka sot urgjencë më të madhe për shtetin tonë, se sa problemi të cilin e hasim në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo vend që shkojmë. Ikja e rinisë, ikja e familjeve nga Kosova. Natyrisht që me këtë problem janë tu përballë edhe shtete tjera në rajon. Mirë po Kosova vërtet nuk e ka luksin me humb pasurinë më të madhe që e ka, pasurinë njerëzore. Janë njerëzit ata që e kanë mbajt Kosovën në kohë më të rënda, janë njerëzit ata që po e zhvillojnë dhe po e mbajnë në këmbë ekonomikisht edhe sot, janë njerëzit ata të cilët si gjenerate re, si kurse uniku ma herët që foli, kanë me shty përpara Republikën tonë.